Okej, këtu keni një grafik të performancës të tregut aksioneve javën e kaluar. Ka qenë shumë negativ të 500 kompanit kryesore. Në përgjithësi java ka qenë pak me volatilitet pa qëndrueshmëri, për Tesla, një nga pozicionet që ne kemi hapur të Discordit, të komiteti im privat premium për tregtar që kanë dëshirë që të bëjnë swing trading. Kemi qenë në këtë pozicion dhe ka ecur shumë mirë. Të tjerat kanë qenë me pikë pyetje, por ne kemi mbledh palantirin. Në përgjithësi tregu ka qenë mix, disa plus, disa minus. Këto të mëdhajat kanë qenë pak minus, sepse fillimi i javës ishte me probleme me ngjarjet ekonomike. Padëm në fillim të javës kemi pasur tanën nuk padëm asnjë lajm të rëndësishëm për mendimin tim, që unë e shikoja si të rëndësishëm, por të martëm në SBA patëm daljen e lajmit për non-farm payrolls, por gjithashtu dhe papunësia. Papunësia doli pak më lart dhe kjo mund të jetë një shenjë ose një shtys për tregun amerikan që të bëjë ca modifikime të normave të interesit, që të liroj kapital për bizneset dhe të shty pak, të ndihmoj pak tregun e punësimit në mandatin ose në përqendrimin e Jerome Powell dhe Bankës Qendrore Amerikane. Kemi parë këtë ndryshim që në dhjetor të vitit kaluar, kur filluan të uleshin normat e interesit ose të ndryshonte ku përqendrohej energjia e Bankës Qendrore Amerikane. Dhe ja ku kemi tani rritjen e papunësisë, por nuk është në një nivel të jashtëzakonshëm, një nivel shumë të lartë, është thjesht një rritje për situatën që ka tregu amerikan në këtë moment. Të patëm dhe inflacionin pak më të ulët në Britani. Kjo e ka dhënë një shtyrje Bankës Qendrore angleze, BOE, një arsye që të ulin normat e interesit ose të paktën të mbajnë në këtë nivel. Për mendimin tim po duket si një moment që Banka Qendrore angleze do filloj që të uli gradualisht normat e interesit. I kemi tani 3.7%, është pak a shumë përqindje e ulët për mendimin tim. Mund të shkojë deri te 3% është jashtëzakonisht e ulët për kapital, po që doni të hapni biznese ose të investoni, të bleni ndonjë kapital shumë i lirë për të marrë, për mendimin tim. Ka dhe më lirë, kuptohet si Banka Qendrore Japoneze. Të njëjtën dolën dhe lajmet e inflacionit. Këtu ishte surpriza e javës, këtu ishte ringjallja e tregut, sepse patëm një surprizë pozitive. Inflacioni doli 2.7%, vit mas viti parashikohet të ishte 3.1. Kjo është e mirë dhe jashtëzakonisht e mirë, sepse kemi pasur impaktin e tarifave, edhe prishin që tarifat të kishin një impakt negativ për inflacionin. Inflacioni do dilë më i lartë. Jerome Powell ka folur në shtyp disa herë që mendon që inflacioni do ishte shumë i ulët, po që do hiqnim impaktin e tarifave, dhe ndoshta kur të hiqen tarifat ose po hoqen tarifat, mund të ulet inflacioni te ajo shifër e 2% që kërkon Banka Qendrore Amerikane për të ulur normat e interesit pak më thellë. Dhe u prit shumë pozitiv kjo nga tregu, sepse tani po mendohet që do ulen normat e interesit, kapital të lirë, bizneset, asetet me rrezik shikohet si më të pëlqyer nga tregtarët dhe investitorët.
Kjo ishte surpriza, ky ishte lajmi që na duheshe për një start ndoshta të një Santa Claus Rally që un kam diskutuar disa herë, edhe mendoj që mund të vi, po duhet shikojmë si do hy vrulli dhe pse do hy vrulli tani këtë javë që do vi. Ndoshta kemi ndonjë lajm tjetër që do na dali që të shtyp tregun për më lart. Lajmi që ishte pak e friksonte pak tregun dhe ndoshta nuk hyri me eufori tregu për të pozicionuar të enten, ishte Banka Qendrore Japoneze, normat e interesit të vendosura po rritin tani te 0.75. Kjo lidhet me diçka që quhet carry trade. Kjo është tregtar, është kur tregtarët amerikan kanë ikur në Japoni dhe kanë marrë kapital me përqindje shumë të ulta, se ishte 0% interesi në Japoni, merrnin yen, konvertoheshin në dollar dhe tregtoheshin në asetet e rrezikshme si kriptot apo dhe aksionet. Edhe ka pasur impakt 2-3 herë në këto 12 muaj të fundit. I pari rast ka qenë në gusht të vitit kaluar, ku pam një ulje të thellë dhe pastaj më pas kemi pasur edhe raste të tjera që ka ndikuar të tregu. Dolën shumë në media sociale influencer dhe analistë që diskutoshin impaktin e këtij vendimi që ka qenë një ulje prej 20% të Bitcoinit çdo herë që ka dalur pak më i lartë interesi, por në këtë rast mendojna që është shkutur me të çmimi, sepse është ulur kripto dhe tregu në përgjithësi përpara ngjarjes, përpara daljes të normave të interesit të Bankës Qendrore Japoneze. Këto ishin lajmet kryesore. Kuptoj që ka dhe lajmet e tjerë që kanë dalur, ka folur dhe Trump të shtunën. Për mu, këto ishin lajmet kryesore dhe këtu janë përqendruar më shumë te BOJ dhe te inflacioni me punësimin amerikan. Këto ishin tre që unë po e lidhja dhe për të gjetur një moment kryesor për të pozicionuar në treg. Ka qenë një situatë shumë e paqëndrueshme, herë lart, herë poshtë, 3 ditë lart, 3 ditë poshtë, si në kripto dhe në aksione, por po më duket se u ka vendosur tregu tani dhe po duket java tjetër pozitiv. Ose po e pres pozitiv, po është për të parë si të në hapet hëna. Faktorisht na duhet një lëvizje ja 2-3 javë për lartë, që të na japi një kthim të çmimeve mesatar të kripto dhe të një kthim aty ku duhet të jetë ndoshta tregu aksioneve. Edhe po që duan të bëjnë likuidime më të thella më vonë, mendoj që të ishte në interesin e institucioneve dhe të gjithë që të kishte një rritje këto 2-3 javë dhe pastaj në janar ndoshta ndonjë surprizë ose ndonjë event që mund të shkaktonte një shitje. Po mendoj ta lej me kaq segmentin e analizës fundamentale dhe me ngjarjet kryesore të javës. Këto ishin për mua më të rëndësishme dhe do t'i shpjegoj se si lidhen tani në segmentin tjetër të podcastit, që është analiza teknikale e aksioneve, kriptos dhe madhërve.